Presidenti i Kroacisë ka dhënë një deklaratash për lidhur me zhvillimet politike në Kosovë, duke theksuar se qeveria e Albin Kurtit po përballet me kundërshtar të organizuar dhe të financuar nga Beogradi zyrtar. Sipas tij, presidenti serb Aleksandar Vučić po përdor ndikimin politik dhe financiar për të destabilizuar Kosovën dhe për të minuar institucionet legjitime të Prishtinës. Kreu i shtetit kroat ka shtuar se vendi i tij do të vazhdojë të mbështesë Kosovën në rrugën euroatlantike dhe në ruajtjen e sovranitetit të saj. Stabiliteti i Kosovës është thelbësor për paqen në gjithë rajonin. Nuk do të lejojmë që ndikimi serb të minojë demokracinë në Prishtinë, thuhet ndër të tjera në deklaratë. Senatorët amerikanë, republikani Tom Tillis dhe demokratja Jeanne Shaheen i paraqitën Kongresit Amerikan një amendament përmes të cilit kërkojnë njohje reciproke mes Kosovës dhe Serbisë, ndërsa refuzohet kategorikisht politika që mbështet shkëmbimin e territorëve dhe ndryshimin e kufive mes dy vendeve. Shtetet e Bashkuara duhet të vazhdojnë të mbështesin një marrëveshje përfundimtare gjithëpërfshirëse midis Kosovës dhe Serbisë, të bazuar në njohje reciproke, nënvizohet në amendamentin në fjalë. Teksti mban datën 6 shtator, pra përpara se SBA të pezullonte dialogun e planifikuar strategjik me Kosovën, por u bë publik tani. Ai bën po ashtu thirrje qeverisë amerikane që të vendosë dialog strategjik me të dyja vendet, pasi ato të kenë shfaqur angazhimin për zbatimin e marrëveshjes së orit. Amendamenti është një pjesë e një projekt ligji i cili parashikon buxhetin për vitin fiskal 2026 për ushtrinë amerikane, ndërtimet ushtarake dhe aktivitetet mbrojtëse të Departamentit të Energjisë. Nisma që aktualisht është në pritje të shqyrtimit përfshin edhe çështje që lidhen me marrëdhëniet ndërkombëtare ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë dhe pozicionin e Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, që në hyrje të amendamentit, dy senatorët thonë se vendet e Ballkanit Perëndimor përbëjnë një rajon pluralist dhe multietnik në zemër të Europës, i cili është vendimtar për paqen, stabilitetin dhe mirëqenien e këtij kontinenti.